Pas 18 viteve martesë, deputeti i PS-s dhe koordinatori politik i qarkut të Dibrës, Blendi Klosi, ka vendosur të jap fund martesës së tij me bashkëshorten Nora Klosi. Kërkesa për divorc është depozituar në gjykatë në muajin tetor 2024 nga Nora Klosi, bashkëshortja e Blendit, divorc i cili është pranuar edhe nga gjykata e Tiranës. Vendimi për divorcin e çiftit është marrë një ditë para Shën Valentinit në 13 shkurt 2025 nga gjyqtari Artan Çupi, i cili ka miratuar një deklaratë notariale të çiftit Klosi, ku burri e grua jepnin përfshimin për dhënë fund të martesës së tyre. Klosi aktualisht drejton listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Dibrës. Në vitin 2007, Blendi Klosi u martua me Nora Klosin, u nga kjo martesë sollën në jetë 2 fëmijë. Por pas 18 viteve së bashku, çifti vendosi të divorcohet, duke i dhënë fund martesës për shkaqe ende të paqarta që quhen në shkatrim. Sipas vendimit të gjykatës së Tiranës në muajin tetor 2024, çifti Klosi kishte nënshkruar një marrëveshje notariale ku binin dakord të divorcoheshin, por njëkohësisht vendosnin edhe kriteret detyruese për fëmijët e tyre të mitur.